Kosovës, edhe besoj kjo është më së qartë, nuk do në koment. Edhe besoj kjo është prit që sa kohë, vetëm Amerika dhe administratë e re, e zotit Trump mund të bëjë këtë gjë dhe kush tjetër dhe kjo shuhet ambicet të gjitha që mund të ketë në 6 vende në Ballkanin Perëndimor, qoftë Kosovë, Maqedoni, Mali Zi, që mund të ketë ndonjë konflikt se nuk duhet bie ai investimi që kemi thuar sa vite i amerikanëve dhe evropanëve, kjo po del më së vërtetë që kemi thuar, e kemi thonë gjatë intervistave të kaluara në emisionin tonë shumë të respektuar. E shërzojrim nga në tjetër mendonin se ekziston një marrëveshje e fshehtë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë sa i përket Kosovës? Përderisa flitet shumë dhe besoj që emisarët amerikanë dhe që zoti Rubinjo e thot diçka dhe është në pa besoj që duhet besoj, a nëse do vit ndonjë kusht tjetër, ndonjë politikan tjetër, qoftë Bashkia Evropiane kisha marrë me rezervë, po nëse në pyetje Shëbahat, ata nuk kanë bërë asnjë lojna, ata janë vetëm me informata të vërteta dhe të sakta dhe jo me thashë thome dhe duhet besohet këtë aspekt dhe unë mendoj që të vija e kosa më shpejt dhe nuk ka lojra politike apo kalkulime politike, për asnjërin se nuk do të lejojnë Shëbahat bëjnë kalkulime politike, qoftë Serbinë edhe Kosovën edhe kryeministin Albin Kurti dhe qeverinë e Kosovës dhe unë mendoj që tash edhe çështja bisedim Kosovë-Serbi do të marrë edhe më shpejt edhe Kosova do të themeloj asociacion apo vetë menaxhime siç e thoshte Albin Kurti sa ishte në opozitë dhe kjo do vi normalizimi i marrëveshjes dhe stabilizimi i Ballkanit Perëndimor që është si 6 vend si pako që do shkojnë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndërkësh zoti Elimi, takimi i Marko Xhurić me sekretarin e shtetit në Washington ka ngritur sigurisht dyshime të forta për një pakt të padeklaruar publikisht. Mendoni se ka SBA ndoshta një plan konkret, por edhe të mbyllur për të çuar Serbinë drejt njohjes formale të Kosovës? Po, kjo është mëse e bindur dhe besoj edhe që flitet, edhe merret e nderuar se nëse ky pakt apo kjo marrëveshje sekrete çfarë do të ketë qeshtë me format që të vijë ai zbatim, po Serbia nuk ka çare për një Kosovën shtet pavarë sovran se e din shumë mirë dhe duhet t'ju kallëzojnë popullet të vetë të tyre në Serbi dhe çdo kujt tjetër dhe aleatët e tyre që mund të këshyrin për një konflikt apo ndonjë përlesh në Berlin atje, ajo ka përfunduar se investime përsërisë amerikan nuk do të bie poshtë sa vite në 6 vende Ballkan Perëndimor, veçanërisht në Kosovë, e dim shumë mirë çfarë force kemi në Kosovë këtu, NATO, dhe besoj e dim shumë mirë që ata nuk do të lejojnë dhe Serbia i ka bërë ato kalkulimet e tij apo ato matematika që nuk mund të shtyhet me fuqinë super botës si është NATO dhe të prira nga SBA dhe kjo është shumë e qartë. Dhe unë mendoj tash ky kapitull i ri që edhe ky takim mes Rubinës dhe Marko Xhurićit kjo është shumë e qartë se Serbia është shtet për mure, kemi thonë se herë dhe duhet të vi sa më shpejt ai moment e përsërisë apet dhe unë mendoj se është kjo çështje kohe dhe besoj tash gjejmë forma tjera çështja servojnë opinionin në Serbi atje, se njerë për gjithmonë edhe Vučići, edhe politika ti e ka humbur Kosovën, siç e kanë humbur edhe tjerë dhe nuk mund të kthehen në vitet e 90-ta as përmendet e lera më të veprohet në atë aspekt, po besoj tash është çështje e politikanë serbe dhe kjo është temë edhe për analistat edhe në Kosovë, edhe në Serbi atje, çështë ka përdit njohja e Republikës së Kosovës nga armiku e shokollat që është Serbia dhe ish Jugosllavia e atëhershme. E shërzojrimi nga ana tjetër, cili është roli i shpoluar në Washingtonin në gjithë të proces? Po roli i Washingtonit është primar, e kemi thënë se herë nderuar, nëse si në Shëbat, Kosova nuk mund të jetoj asnjë moment, asnjë javë, se një moment që mendoj që si në Shëbat besoj Kosovës ilkunin edhe themelet e shtetit saj, po këtë e dim shumë mirë, falë institucionit e Kosovës që kemi rregulluar policinë e Kosovës, edhe FSK-ja është në kapacitetin e saj në 10 vjeçar dhe vlera armatimit që nga qeveritë e kaluar dhe qeveritë e tashme dhe kemi një polici më të mirë në Ballkan që mburrem me policinë e Kosovës, mund të ketë raste individuale po ato janë raste të izoluara dhe besoj unë mburrem me policinë e Kosovës që kemi më të mirë në Ballkan dhe jam shumë i njohur që na përfaqësojnë gjithësinë e Kosovës se ato janë fal të ekspertëve që janë shkuar në SBA, në Amerikë dhe në Londër dhe në Francë për të ndjekur ato ushtrime, ato praktika, ato taktika të policisë të Kosovës dhe ja pra ishte rasti bansi si javdhan aty në grupit kriminal dhe jemi me fat dhe gjithë mburrem me sa të kemi jetën me policinë e Republikës së Kosovës dhe unë mburrem që kam një polici të shtetit tem Kashmir dhe jem për krahas të ty në çdo aspekt dhe çdo moment. Nga ana tjetër zoti Elimi,
Mendoni se po e shtyn Amerika Serbinë tashmë drejt një vendimi përfundimtar për Kosovën, pasi Washingtoni, ashtu si tham, ka qenë historikisht faktori kyç në çështjen e Kosovës, por vizita e fundit në SBA mund mos ketë qenë ndoshta thjesht diplomatike, por pjesë e një skenari më të madh strategjik. Po vizitat e çdo politikanit, çdo serb, çdo të Kosovës në SBA e din çfarë shkojmë, se atje përpos vizitat atje që shkojnë edhe marrin ndonjë obligim e vetes, siç është edhe kjo njoja e Kosovës nga ana e Serbisë, dhe njëkohësisht edhe Albin Kurti e din shumë mirë që punën e parë e kemi thënë sa herë nderuar me zonën Zendelit se punën e parë ka themelin asociacionit dhe tash është vetë sa të kryej çështja e presidentit apo presidentes të Kosovës me zgjedhjen se janë limitet afatet shumë afër dhe mos shkështetet në zgjedhje dhe mbas zgjedhjes së presidentes apo presidentit të Kosovës. Tema parë dhe obligimi parë ishte të Kosovës themelimi zajednicës apo vetë menaxhimit të asociacionit të Republikës të Kosovës me komunitetin serb, dhe kjo e dim që Bosnjë e Kosovës po ja pra e kemi obligim shtetëror dhe ligjor dhe marrëveshja ore të obligon qeverinë e Kosovës se duhet të themeloj, po gjejmë mënyra tjera dhe duhet të marrim vërejtjet e gjykatës kushtetuese për themelimin e asociacionit të mos jetë kundër ligjit edhe kundër kushtetues, po ja pra me marrëveshjen e orët gjithçka është e dëmshme, po tash e den Albi Kurti që ka pranuar vetë dhe s'kem çfarë të bëj dhe duhet ta mbaj për misupet e veta. E shërzohemi nga ana tjetër, mendoni se po e përdor Vučić Kosovën ndoshta si një kartë negociuese me perëndimin? Po Vučići gjithmonë e ka përdor Kosovën si karem ose pretekst apo alibi në termin popullor apo në termin juridik, sidoqoftë, unë mendoj që Serbia tash veç e ka kuptuar dhe kjo marrëveshje sekrete besoj që mund të jetë apo mund të nënshkruhet, besoj që është shumë është e qartë dhe besoj që kjo është e qartë se Serbisja ka prej rrugën Amerika dhe nuk duhet lejojë më të bëj kalkulime politike dhe të bëj asë politika asë veprim siç ka bën në vitet e kaluara, dhe kjo sa më shpejt kjo nënshkrim i njohës së pavarësisë Kosovës nga ana e Serbisë është edhe qetësim edhe për Serbinë, edhe për vetë popullin e Serbisë dhe për gjithë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, e sidomos Kosovën, dhe të njëjën shtet pavarë sovran dhe të kemë fqisi të mirë dhe mos ketë më konflikte apo lufta, dhe ata njerëz kriminal që janë vënë të sistemuar në veri atje duhet të thirrën para ligjit organet legislatuese të Serbisë të Kosovës, dhe çdo njeri që mendon të bëj asi vepra penale mund të ndjekë dhe ka më ndjekë penalisht nga institucioni legislatues të Serbisë të Kosovës dhe të marrën një gjykim meritues dhe nuk ketë kohë dhe frymë të racizmit apo të luftës sa janë amerikanët në Ballkanin Perëndimor dhe evropianët, dhe fal tyne gjithë Ballkani Perëndimor tash është i qetë dhe nuk mendohet për luftë, apo vetëm për paqe dhe drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe ju nga linë nga Rusia, se edhe Rusia është lodhur atje me luftën e vet në Ukrainë, dhe unë mendoj që kjo është më së qartë, unë mendoj që është edhe marrëveshje mes Rusisë dhe Amerikës, se më në fund e kanë kuptuar që edhe lufta në Ukrainë është afër përfundimit dhe këton edhe vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kanë punë me Kinën dhe vendet tjera andena dhe të lojnë një Ballkan të qetë dhe pa lufta, pa konflikte. E shërsohemi nga ana tjetër, mendoni se çështja e Kosovës mjeti i fundit i presidentit serb për të siguruar ndoshta mbështetje ndërkombëtare, pasi presidenti serb, ashtu se dim, ka manovruar për vite mes Bashkimit Evropian, SBA-s dhe Rusisë, dhe një njohje e mundshme e Kosovës do të përmbysë ndoshta dhe balancën e tij tradicionale politike. Po normal, kjo është karta e fundit që ka përdorur edhe Vučići, edhe Serbia dhe alat e tij dhe shërbimit të inteligjencës që ka marrë Kosovën me zërdhen me thetra dhe i kanë marrë me politikë shektë në 19 serbët atje, një pjesë madhe dhe jo ajo protestë është rastësisht atje dhe vazhdon ende, dhe përderisa Vučići nuk e një Kosovën shtet pavarë sovran, nuk ka me pas atje qetësi dhe rahati, dhe besoj me njohjen e Kosovës mund të ketë edhe një mandat tjetër Vučići, po unë pak shpresoj këtë, po sidoqoftë amerikanët e kanë kryer punën më të mirëmundshme dhe kanë me kryer ende deri në njohjen finalit të Serbisë për shtet pavarë sovran Kosovës dhe rregullimin e marrëdhënieve mes tyre dhe jo mes konfliktet mes shtetit të Serbisë dhe Kosovës, dhe e ka thonë edhe vetë Amerika dhe presidenti, ne kemi ndalë një luftë tjetër me ato reagimet e Amerikanëve dhe aty vizitat e emisarëve, dhe fal tyne nuk ka pas një luftë tjetër, po ka pas rasti Banjska dhe rasti në Iberlepen që janë shuar dhe janë të izoluar, dhe besoj tash edhe rasti Banjskës është duke u gjykuar nga institucioni i Kosovës dhe edhe rasti Iberlepen të njëjtën stadion, dhe besoj do të marrë një gjykim meritues, dhe mendoj që tash kjo njohja dhe kapërdimi
i fuqishit, po njëri në Kosovës është mos e qartë dhe serbët e kanë kuptuar tash në temel dhe çdo njeri e din që Kosova është shtetë pavarësisht serbëve dhe nuk mund të kthehet dhe fuqishit do gjej forma dhe mënyra tjera për t'ia kallëzuar popullit, siç ka thonë edhe Miloševiqi, me largimin nga Kosova se e kemi humbur luftën me Kosovën dhe me UÇK-n dhe me NATO, me Amerikën, të njëjtën se duhet t'ja bëj edhe fuqishi popullit Serbisë atje, duhet të njoftoj dhe të det publikisht që edhe Kosovën e kemi humbur, edhe na s'kemi mujt me ndal, edhe duhet të pranojmë se s'ka rrugë tjetër, se edhe Serbia do të shkojë në NATO, Bashkimin Evropian dhe e ka pasë o djeg edhe nga Rusia aleati apo pavoj tyne shokullor, siç e kanë thënë çdo herë, dhe besoj kjo është mos e qartë se edhe Rusia është në hallin e vet me luftën e Ukrainës dhe pa Amerikën nuk do të ketë as Ballkan, as siguri në gjithë globin, po edhe në 6 vende Ballkanit perëndimor. Zoti Elimi, nga ana tjetër, çfarë do të thoshte një njohje e Kosovës nga ana e Serbisë pikërisht për raportet që ka Serbia me Rusinë? Po njohja e Kosovës nga ana e Serbisë hap shumë rrugë. Edhe Kosovës japën rrugë në njohjen e OKB-s dhe rregullimi i marrëdhënieve dhe të gjithë hymja në organizatat shumë kredibil siç është Interpoli dhe gjitha tjera që s'ka mujt që kanë pas pengesë për Serbisë dhe edhe në pranimin e OKB-s dhe në NATO, dhe kjo është mos e qartë dhe Kosova ka këtë beneficin dhe duhet të vi sa më shpejt kjo njohje dhe edhe Kosova të hinë në Këshillin e Sigurimit në OKB dhe të pranon Bashkimin Evropian dhe krah për krah me ato 5 vende në Ballkanin Perëndimor në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe besoj kjo është e qartë dhe të gjithë vendet në Ballkanin Perëndimor duhet të plotësojnë ato kritere standarde të Bashkimit Evropian që të bëhen pjesë e tyre, edhe Kosova sa më shpejt të bashkangjitet dhe të jetë pjesë e NATO-s dhe në Bashkimin Evropian dhe të ecën si gjithë popujt të lirë dhe të shkojnë të punojnë dhe të gjejnë mënyra të mirë për të jetuar në çdo shtet dhe jo të ketë si kufizime apo të mendon ndonjë krizë lufte, po ja pra Amerika është numër 1 në botë, duhet jemi me fat shtete që jemi mik me ta dhe duhet të ruajmë si sytë e ballit ato marrëdhënie dhe mos t'i cenojmë, po duhet të ruajmë sa më mirë dhe unë mendoj çdo politikan, se e kam thënë se edhe politikanët në Kosovë nuk kanë të janë sikur figura shot, po popullit dhe institucionet atë mbesin dhe vinë tjerët dhe gjonizohet shteti, po këtë tash besoj që e kanë kuptuar dhe kjo letra dhe kjo farë marrëveshje sekrete që po flitet besoj që mund të ndodhë apo veç kanë ndodhë, është e mirë se ardhët duhet të delë në pas sa më shpejt dhe duhet të bëhet njohja e Kosovës nga ana e Serbisë dhe duhet të rregullohen edhe marrëdhëniet në mënyrë juridike dhe të vinë sa më shpejt paqja në Ballkanin Perëndimor. Zoti Elimi, nga ana tjetër, nëse një marrëveshje do të arrihet, ajo sigurisht do të konsiderohej një sukses diplomatik për Washingtonin, por edhe një mesazh i fortë për Bashkimin Evropian dhe Rusinë. Mendoni se tashmë po synon Shubaja të rikthejë ndoshta dominimin e plot strategjik në Ballkan përmes një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë? Po patjetër, kjo është nëse Shubat nuk janë afër çdo bashkimi të, 6 vende Ballkan Perëndimor se kanë pa Bashkimin Evropian, kanë ndjek një politikë krejt tjetër dhe besoj her pas here ka favorizuar edhe Serbinë dhe e ka lënë Kosovën nënës, du t'i përmend aty shkuarat kaluar dhe mendoj që Shabatash e ka kuptuar edhe rolin e Bashkimit Evropian dhe fuqinë e tyre dhe lojalitetin e tyre ndaj vendeve të bashkim të 6 vende Ballkan Perëndimor që ka pas politika të që janë kundrejt Kosovës dhe kundrejt Serbisë ka pas më të mira kanë favorizuar për çështje politike dhe interesat e tyre që kanë pas. E dim shumë mirë, Serbia ka pas e ka marrë karrikën edhe me Rusinë edhe Bashkimin Evropian, po ishin amerikanët që ja stopuan dhe e hekën pe asaj karrikës dhe tash e ka pas që Vučić është djeg nga Rusia dhe e ka pas vetëm me amerikanësh mund të ecën në NATO Bashkimin Evropian dhe jo me Rusinë, se Rusia në far formë ka lënë lësh dhe nuk e ka përkrahasi moment dhe kjo është e qartë se e ka punën e vetë, sikletën e vetë me luftë në Ukrainë, atë si ta mbylla luftë me gjitha ato viktima, ato shkatrime dhe besoj që të vi edhe aty paqja sa më shpejt dhe Ballkani Perëndimor